Mirë se vini në emisionin special kushtuar shëndetit, zemrës kryesisht. Sot jemi në spitalin modern italian që gjendet në Prizren tek qendra inovative Ish-Këfori Gjerman. Sot jemi këtu për një temë që lidhet drejt për drejt me jetën, shëndetin ton, zemrën dhe mënyrat moderne se si mjekësia po e trajton atë. Këtu me ne sot është doktor Denis Zjabegu, kardiolog invaziv i njohur për Kosovën dhe më gjerë. Doktor Denis, mirë se ju gjetëm së pari dhe faleminderit që pranuat ftesën të jeni mysafir sot në emisionin tonë. Ju faleminderit, mirë se ju gjetëm. Çfarë do të thotë kardiologjia invazive, cilat janë procedurat me të njohura përfshir sendimin dhe pse këto ndërhyrje po shpëtojnë çdo ditë jetë njerëzish? Kardiologjia invazive, si kardiologji ose një lami në kardiologjisë ose lami nën ambrellën e kardiologjisë është kardiologji invazive. Në kardiologji invazive përfshihet diagnostifikimi i smundjeve të zemrës të bllokuar ose të ngushtuar. Më pas trajtimi dhe vendosja e stenta në trajtim dhe rritja e jetëgjatësisë ose zvoglimi i invaliditetit të smundjeve të zemrës ose të personave që e përjetojnë infarktin ose ngushticën ose problemet kardiake të zemrës. Kohët e fundit në mbar botën, por edhe në vendin tonë po vrihet një rritje shqetësuese e rasteve të sëmundjeve kardiovaskulare. Përfshir infarktin e miokardit, jo vetëm te moshat e shtyra, por gjithnjë më shpesh edhe te personat e ri. Kjo situatë ngrej shumë pikpyetje dhe kërkon ndërgjegjësim, informim dhe qasje të saktë mjekësore. Një rol kyç në këtë drejtim e ka kardiologjia invazive, me sa e dim, një deg shumë e avancuar e mjekësisë moderne. Por pse po shtohen rastet e atakut kardiak edhe te të rinjt? Të folim mas pari globale ose përgjithësi, rastet ose infarkti akut nuk është rastësi. Në krejt botën vdekshmëria mas shumëti edhe ma e shpesht është pe smundjeve të zemrës. Ajo lidhet me disa faktorë të rëndësishëm, si aktiviteti fizik, dieta, ushqimi, pagjumësia, hipertensioni jo i rregullum, diabeti, këto dy që e bin pacientin në vdekshmëri të msheft, yndyrnat në gjak, cigarja, gjatë jetesa jo e rregullt dhe shumë faktorë të tjerë, këto janë më të rëndësishmet që e shkaktojnë infarktin akut ose infarktin të personat që vuajnë ose e kanë një faktor të rrezikut të smundjeve që të rritë është edhe jetë stresi, një që e ka të i kalu edhe faktorin e cigarës, edhe jeta moderne ose jeta e shpejt me punë dhe adaptimi i njerit nuk ka mujtë adaptimi i njeriu të ri, nuk po mundet mu adaptu në rrethanat të stresit edhe me menaxhu stresin. Pas kësaj doktor, kohëve të fundit po ndëgjojmë edhe për shumë stendime. Çfarë është stendimi? A mund na tregoni ju? Stendimi është një procedurë ose koronarografia, mas pari bëhet me X-ray, më pas vjen diagnostifikojmë si ngushticë ose mbyllje ose okluzion në latinisht, mbylljen e enës të gjakut. Më pas aty stentimi është procedurë edhe shpëtuese, edhe jetë shpëtuese thojmë, edhe përmirësimi i jetës së pacientit. Stentimi është një procedurë që kardiologi invaziv hyn me pacientin dhe bëhet po folim kështu në shkurtim, bëhet hapja me ballonim dhe stentim të arterjes. Stentimi të botën moderne, si edhe në spitalin tonë, është jetë shpëtues dhe kundër operacioneve përpashme që janë borë të hapura është ritmërim të stentimit, të zemra, ma shpejt mjekohet dhe ma shpejt del për spitalit. Doktor Denis, a mund na tregoni ju, neve edhe shiquzve tanë, si mund të mbrojmë zemrën që të mos vi deri te ataku? Mas pari duhet me aktivitet fizik ma shumë se 30 minuta,
dieta, apet po kthehemi në dieta hipertensive ose dieta kardiake, të rume për krypës, për i ndyna të këqia, skara është nga shumë moderne, edhe shumë përdorët. Mandej terapia hipertensive të përdorët me kohë, edhe me përshkrimin e mjekut, po ashtu diabeti, po ashtu menaxhimi i stresit. Menaxhimi i stresit është një disiplinë multidisciplinare, na vjen edhe ndihmë prej mjekëve të tjerë. A mund të na tregoni cilat janë ato që tregojnë që po kalojmë atak? Këtu, as pari të gjithë është anamnezë ose simptoma, dhimbja e gjoksit. Dhimbja e gjoksit mund të ndohet tipike, atipike. Mandej, shkurtimisht, kur na ndrohet te mjeku, ndryshimet janë dhimbja e gjoksit është me mja dhënë rëndësinë çdo pacient ose çdo person edhe me shku tek mjeku. Mas nej vije EKG-ja, eho kardiake, analizat në gjak, dhe mandej që i dalin këto pozitive, atëherë him në koronarografi. Me përmbledhja, sipas udhërfyesve, pa i plotsu këto kushte nuk him në koronarografi. Me ditë a e ka sulmin ose atakun. Çfarë shërbime ofron kardiologjia invazive sot? Kardiologjia invazive tek ne, po ashtu edhe në botë, edhe në Evropë, shërbimet janë për diagnostifikim të endëve të gjakut të mbyllura ose jo të mbyllura, ose të ngushtuara, stentimin dhe rekuperimin e hershëm edhe dalin për spitalit sa më herët. Pra fal teknologjisë dhe përparimit mjekësor, sot shumë sëmundjet e zemrës që dikur ishin fatale janë të trajtueshme dhe të kontrollueshme. Po, janë. Kryesisht janë. Kryesisht janë, po apet po kthehen në fillim, apet është vdekshmëria, edhe sa investimet në krejt botën bëhen për kardiologji invazive, edhe apet o vdekshmëria numër një prej smujeve të zemrës. Këto tjerat janë kanceret, ndryshimet të organeve tjera, ndeshet edhe shkaktar të vdekjes të tjera. Doktor Denis, spitali GVM çfarë ofron në kardiologji? Në kardiologji na ofrojnë diagnostifikimin jo invaziv, aty dhe invaziv. Afrojmë në invaziv trajtimin akut 24 orë të infarktit, e kemi edhe lamina elektrofiziologjisë nëse na vjen për pacemakera ose baterit. Afrojmë edhe ndrimin e valvulave në të ardhmen të shkurt, ndrimin e valvulave me invaziv minimale. Njëjtë si rruga e stentit, kur him në artere, edhe ndrimi i valvulës nuk ka mu bo me hapje në rastet të caktuara kur i indikojmë për mu ndru valvula. Ndrim ose implantim i valvulës. Doktor, dhe mesazhi përfundimtar për shiqësuesit e radio-televizionit Besa? Zemra nuk pret, na paralajmëron, po na shumë herë injorojnë. Çdo dhimbje, çdo ndryshim të lajmëroni të mjeku juve edhe të trajtohet sa më herët. Në rregull. Ju jeni këtu çdo ditë nga ora 8 deri në orën 15, me sa e di, unë gjatë javës. Shiqësues të nderuar, ju mund të vini në spitalin GVM këtu tek qendra inovative dhe të kontrolloni vetën. Doktor, ne ju falenderojmë për kohën e ndarë. Ju falenderojmë edhe juve. Shpresojmë në të ardhmen në bashkëpunim. Suksese juve. Ju falenderoj shumë.